Dashi, sot entuziazmi juaj është si një flak që ndriçon ditën. Është momenti i duhur për të ndarë ide të reja me kolegët, pasi mendimet tuaja do të gjejnë dëgjues të vëmendshëm. Një surprizë e këndshme në aspektin financiar mund të shfaqet papritur, duke sjellë një ndjenjë lehtësimi. Nëse jeni në një marrëdhënie, sot do të ndjeni një harmoni të re dhe do të shihoni çaste të vogla që sjellin lumturi. Për ata që kërkojnë dashuri, një takim i papritur mund t'ju dritërojë zemrën. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos e teproni me punën. Një ecje e qetë në mbrëmje mund të jetë kohë ideale për reflektim dhe për të rigjitur balancën tuaj të brendshme. Përqafoni çdo moment me zemrën plot. Demi. Dita e sotme sjell një valë energjike për të përfunduar detyrat që ke lënë pezull. Në punë, shfaqja e iniciativës do të vlerësohet nga të tjerët, ndaj mos hezito të ndash idetë tua të reja. Në aspektin financiar, është koha e duhur për të rishikuar buxhetin, duke shmangur shpenzimet e panevojshme që mund të vonojnë planet e mëdha. Dashuria ndriçon në mënyrë të veçantë sot. Bisedat e sinqerta me partnerin do të forcojnë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një mjulje e re mund të ndesë shkëndijat të papritura. Përqafimi i momenteve të qeta dhe medituese do të ndihmojnë në balancimin e mendimeve të brendshme. Kujdesu për trupin dhe shpirtin. Një ecje në natyrë ose një seancë yoga mund të bëjë mrekulli. Binjakët. Sot është një ditë e përshtatshme për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Një bisedë e ndjerë me një person të afërt mund të sjellë qartësi dhe afërsi që keni kërkuar. Në punë do të ndiheni të frymëzuar nga ide të reja që do t'ju shtyjnë drejt projekteve inovative. Kujdesuni për detajet, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Financat tuaja janë në një periudhë stabiliteti, sidoqoftë është mirë të mos bëni shpenzime të panevojshme. Një mbrëmje e qetë me muzikë të ndjerë do t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të reflektoni mbi qëllimet tuaja të ardhshme. Ndjesitë tuaja sot do jenë të ndjeshme dhe të pasura, duke ju dhënë mundësinë të kuptoni më mirë veten dhe emocionet tuaja. Jeni të hapur ndaj përvojave të reja. Daforia. Sot ndjehesh më i lidhur me ndjenjat e tua, duke të ndihmuar të shprehësh atë që të mundon. Në dashuri, mund të jetë dita e duhur për të biseduar me partnerin rreth çështjeve të brendshme që kërkojnë zgjidhje. Nëse je beqar, mos hezito të bësh hapin e parë ndaj dikujt që të pëlqen. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos i lër për nesër. Kjo qasje do të ndihmojë të shmangësh keqkuptimet dhe të përmbushësh detyrat në mënyrë efikase. Financat mund të përmirësohen nëse ndjek planifikimin dhe shmang shpenzimet impulsive. Për kushto pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë mund të rigjenerojë shpirtin tënd dhe të rikthejë energjinë pozitive që të duhet. Luani. Sot do të ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe gati për çdo sfidë. Në dashuri, komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm. Kushtoj vëmendje detajeve të vogla në biseda. Nëse je në një marrëdhënie, surprizo partnerin me një gest të vogël romantik. Financat janë në një fazë stabiliteti, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Një mundësi e re pune mund të shfaqet duke kërkuar vendime të shpejta. Mos hezito të ndjekësh intuitën, pasi ajo të udhëheq drejt zgjidhjeve të zgjuara. Sot është dita ideale për reflektim dhe për të marrë frymë thellë. Kujdesi për veten do të ndihmojë të ndihesh më i qetë. Shijo çdo moment të ditës me buzëqeshje dhe optimizëm. Virgjëresha. Sot, energjia pozitive do të rrezatojë në çdo hap që do të ndërmerrni. Në punë mund të hasni sfida të reja, por mos u shqetësoni, pasi keni aftësi për t'i kapërcyer me sukses. Mendoni me kujdes për ndryshimet që mund të përmirësojnë efikasitetin tuaj. Në aspektin e dashurisë, dita ofron mundësi për të thelluar marrëdhënien. Shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet dhe ngrohtësi. Financat do të kërkojnë vëmendje të veçantë, ndaj bëni plane të menduara mirë për të ardhmen. Harmonia do të mbizotërojë në botën tuaj të brendshme, duke sjellë ndjesi paqeje dhe qetësie. Mos harroni të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Sot është dita ideale për të ndëruar dhe planifikuar të ardhmen. Peshoria. Sot do të ndihesh më i balancuar se kur, ndërsa energjitë e brendshme të harmonisë ndriçojnë rrugën tënde. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe i sinqert do të sjellë afërsi të reja me partnerin ose personin që të intereson. Nëse je vetën, mos e humb shpresën, sepse një njeri i re mund të ndryshojë ditën. Në punë, kreativiteti yt është në kulmin e tij, prandaj shfrytëzoje këtë ditë për të shpalosur idetë tua. Një koleg mund të ofrojë ndihmë të vlefshme, ndaj mos hezito të bashkëpunosh. Në aspektin financiar, ki kujdes në shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen pa u vënë re. Kujdesu për veten dhe merr kohë për të reflektuar mbi gjërat që të sjellin lumturi. Akrepi.
Dita e sotme mbart me veti një energji të veçantë që ju inkurajon të hapni zemrën dhe mendjen ndaj mundësive të reja. Në dashuri, mund të vini re një ndjenjë të thelluar intimiteti me partnerin. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, pasi komunikimi do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një detyrë e papritur mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por me fokus dhe përkushtim do ta përfundoni me sukses. Kujdesuni për financat, çmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni buxhetin me kujdes. Sot mund të ndjeni nevojën për të reflektuar dhe për të gjetur paqe të brendshme. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellë qetësinë që kërkoni. Merrni frym thellë dhe shijoni çdo moment. Shigjitari, ditën e sotme, energjia do të jetë e mbushur me ndjenja pozitive. Një bisedë e këndshme me një mik të vjetër mund të ngrejë moralin tuaj. Në çështjet e dashurisë, është koha e duhur për ta çuar marrëdhënien në një nivel tjetër, qoftë duke shprehur ndjenjat ose duke planifikuar një udhëtim romantik. Në punë, ide të freskëta do t'ju ndihmojnë të dalloheni. Kapni çdo mundësi që ju ofrohet. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të tregojeni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Ditën përfundoni me një mbrëmje të qetë, duke reflektuar mbi të arriturat tuaja. Energjitë kozmike sot janë në favorin tuaj, duke ju dhënë hapësirë për të rritur vetbesimin dhe për të ndërtuar plane afatgjata me siguri dhe qetësi të brendshme. Britsjapi. Kur të zgjohesh sot, ndoshta do të ndjesh një frymë frymëzuese që të shtyn drejt qëllimeve të reja. Energjia pozitive të mbështjell dhe kjo është koha e duhur për të investuar në projekte që i ke lënë pesull. Në aspektin e dashurisë, hap zemrën dhe shfaq emocionet që ke ruajtur fshehurazi. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, ndaj mbaj shpenzimet me kontroll dhe planifiko me kujdes. Në punë, një bisedë frydhënëse me kolegët mund të hallë dyrë të reja dhe të japë mundësinë për të shkëlqyer. Kujdesu për veten, ndoshta edhe me një shëtitje në natyrë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjeneruar energjitë. Dita premton shumë për ty. Ujori. Në këtë datë, energjitë kozmike ju përqafojnë me butësi, duke sjellë momente reflektimi. Në dashuri, fjalët e ndjera do të krijojnë ura të reja komunikimi. Trego i hapur dhe dëgjo me zemër, mund të zbulohet një aspekt i ri në marrëdhënien tuaj. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur të tjerët ofrojnë mbështetje. Financat kërkojnë pak vëmendje, planifikimi i kujdesshëm do të shmangë surprizat. Sot, një ide e re mund të ndriçojë mendjen tuaj dhe t'ju shtyjë drejt një drejtimi të papritur. Merrni frymë thellë dhe përqafoni ndjenjat pozitive që rrethojnë shpirtin tuaj. Jepini vetes kohë për qetësi dhe gjeni forcën në momente të thjeshta. Është një ditë për të ndjerë dhe për të dashur. Peshi. Sot do të ndiheni si një ndërimtar, gati për të përqafuar çdo mundësi që paraqitet. Në punë, zbuloni se kreativiteti juaj është një aset i çmuar. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja me kolegët. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afërsi të re dhe kuptim më të thellë. Nëse jeni vetëm, takimet të papritura mund të ndesin një shkëndijë të re. Sa i përket financave, është koha të shikoni me kujdes shpenzimet tuaja dhe të mendoni për kursimin afatgjata. Intuita juaj e jashtëzakonshme do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të drejta. Ndani kohë për reflektim personal dhe kujdesoni për qetësinë tuaj shpirtërore. Meditimi mund të sjellë qartësi dhe paqe. Një moment magjik ju pret pas perëndimit të diellit,